Del video, ja momentet e fundit të Eglit në dhomën e rrëfimit, Big Brother VIP Albania 4, pas largimit të papritur të Eglit Tako nga Big Brother VIP Albania 4, një video ekskluzive ka dalë në dritë, duke treguar momentet e saj të fundit në dhomën e rrëfimit. Pamjet tregojnë një Egli të emocionuar, të lodhur nga situatat e fundit në shtëpi, duke shpjeguar arsyet e vendimit të saj për t'u larguar. Në video, Egli shihet e ulur në karrige, me sytë e përlotur, ndërsa flet me vëllain e madh, Egli, me zë të dridhur, unë nuk mundem më. Kam dhënë gjithçka në këtë lojë, por ndjej që nuk jam mirë emocionalisht. Nuk e di nëse është vendimi i duhur, por dua të largohem. Vëllai i madh, a je e sigurt për këtë zgjedhje? Ke kohë të reflektosh. Egli, e kam menduar gjallë. Ka qenë shumë e vështirë për mua këto ditë. Nuk dua të vazhdoj më në këtë mënyrë. Pamjet e saj të fundit në shtëpi kanë prekur jo vetëm banorët, por edhe ndjekësit e spektaklit, të cilët kanë shpërthyer në komente të ndryshme në rrjetet sociale. Disa e mbështesin vendimin e saj, ndërsa të tjerë mendojnë se ajo duhet të kishte qëndruar dhe të përballej me situatat brenda shtëpisë. Amber, nuk e prisja të largohej kështu. Është e vështirë kur dikush dorëzohet. Gjesti, në fund të ditës, ishte zgjedhja e saj. Nuk mund të them më shumë. Danja, e përlotur, duhej të qëndronte. Do më mungoj shumë. Me largimin e Eglit, dinamika brenda shtëpisë do të ndryshojë. Si do të ndikojë kjo tek banorët? A do të sjellë ky largim aleanca të reja apo konflikte të reja? Të gjitha këto do të zbulohen në episodet e ardhshme të Big Brother VIP Albania 4.